projektit të gjuha që maturiante dhe dëshira jonë është për i gjithë këto pjesëmarrësve me kërku pak a shumë projekte gjuha që ma ka zhurë. A ke mundësi pak me na tregu në lidhje me emrat e fëmijëve plus dhe emrat e nipërve të ndestave të juaja? Unë ju përshëndes së pari, i kam 3 djemë, i madhi qëtë bestem, i dyti rinar dhe i fundit të ranë. Kanë do me thënje qësë shqipe, festim, festash, rinar të rinonësh dhe ranë të jetan një jetë të gjatë. Dërsa i kam dhe 2 vesa të mrekullueshme, që janë poema dhe juina, edhe ato ju mbasu në do me thamin e emrave të tyre, poema, e dini që është në gjimi letrare, është më gjatë se poezia, edhe ju mbasu që ta ketë një të gjatë, edhe të lumtur. Dërsa juina është 2 vjeçare, ajo vjen nga një lëndë i Afrikës, por ishin vajzat të harishme të butave të mira. Nuk kemi këtu, në ndërlis shkurtër, në kodër të kultura që në Floriane, në nënën e revolushme, vajzat të kemi shumë të mira e shkëshushme, edhe jemi tu përnu vazhdimesh me to, në kodër të kultura. Po më intereson me ditë, do me thonë, emrave dhe vajzave. Përshëndetje, volem ju përshëndetje për projekti, ju me të shumë e punën e negociarë si të arë shkollë. Edhe vajza vogël është Ambla, kuptimi i emrit Ambla është janë të diçka. Faleminderit për juve. Ata përshëndetje, unë jam Luiza Zlani, mësuese e muzikës. Jemi pjesë e projektit në Jetëmir, e cila quhet Gjuha që më Floriane. Sot kemi këtu për të marrë shumë informata dhe emrave të fëmijëve tuaj, pasi që do të janë pjesë e projektit të Jetëmir. Ne dim që emri fakt është grota e parë që i bëmë në sekundë në të fëmijëve tanë, kështu kishim pas dëshirë që të bëjmë shumë lidhje me emrin e fëmijëve. Faleminderit shumë dhe më mes. Unë jam nënë e 4 vajzave, Rejna, Aja, Majda dhe Ebru. Fjolla, do më thënë mbi Rejna, do të thotë në mbretëresh. Jam simulonëse edukat qytetare, jemi me projektin në thonë platformën e-twinning, Gjuha që më thuri emrin, më duhet me tregu për emrat e fëmijëve tuaj se si ose cilat kanë jetë, do me thani. Emri Zona, veç ti e për tregimin dhe të legjenda dhe si që simbolizan një bukurit vinore, një edhe ashtu familje. E vogla Njoza është që e zhjën e re, edhe Lisi. Lisi është edhe shqip i trume, që simbolizon forës, qëndres dhe të ashtu. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Luciana Matazzi-Galoni, instruktore e gjuhës angleze. Jemi mbledh këtu për projektin e fëmijë, e cila tema është gjuha që më thuri emrin, dhe vajza juaj është në projekt, dua të di fëmijët e tu se si e kanë emrin dhe Faleminderit shumë. Kam shumë e bukur që vajza ime është pjesë e këtij projekti. Unë jam Luca Reti. Kuptimi i saj është që unë jam një vjetër shqiptar, po ashtu kam qejf të ngelloj gjithmonë për mirë, ndërsa vajza e dytë është Tina, që jeta e saj ka jetë e mirë si për stin të vitit. Përshëndetje, unë jam simulonëse e analizës gjeografisë në Nabucako. Sot jemi taku bashkë për projektin e Jetëmir me temën Gjuha që më thuri emrin, dhe si kështu pas mundësi Luleta me tregu para neve për ardhen e emrit shërbimeve të tu. Faleminderit për ftesën. Unë kam 4 fëmijë, një djalë e 3 vajza. Emri i djalit është quhet Melas. Melas do me thonë lidhet me muzikë me melodi. Përshëndetje, unë jam Luca Zlani, mësuese e muzikës. Jam pjesë e projektit në Jetëmir, ku edhe që është pjesëmarrësisht dhe djali juaj. Ju zonja Alona, mund të na tregoni pak më shumë se cili është kuptimi i emrit të fëmijëve tuaj?
Ju faleminderit shumë. Unë jam Diana Çapulli. Pikësisht dishta t'ju falenderoj juve, arsimtarëve, për shkollës, për pjesëmarrjen që keni bërë në projektin e training. Ju përgëzoj shumë për punën që keni bërë. Unë si prins jam shumë e kënaqur me të arriturat e juaja. Domethënë unë kam parë që prej punës praktike që keni kryer, juani është jetë më i pavarur, edhe është më i motivuar për mësimin e kuptimi i emrit të djalit tim Prejes është Prejes apo Liter, që është edhe emri i ndërkombëtar, edhe është qëllimi që ja mundon të djalit emri se unë presoj shumë punë të shkruajtur edhe shpresoj të marrë në të bërë një jetë e suksesshëm me përkrahjen e juve si arsimtar edhe shkollës Azreni, e cila është një shkollë shembull model për gjithë shkollat e qytetit. Falenderoj për Përshëndetje Tisha. Përshëndetje. Na sot jemi këtu me juve për shkak se unë patë nga vendësin që vetë ma të emrin. Apo më si diçka më na thonë si gjyshe për emrin. Po, patjetër. Emri ka shumë rëndësi, sidomos kur thuret me gjuhën. Emra që do të dedikoj prezencën e të gjithëve sot janë emrat që kanë ndërlidhur me rëndësinë e natyrës, do të rëndësinë e jetës në tokë, që janë dhe një patemi që është mali, dielli dhe lumi. Shumë faleminderit Tisha. Shumë bukur. Faleminderit të